Përshëndetje, mirë se vjen në këtë episod të podcastit Gjithçka fillon nga ti. Sot do jemi me një vajzë luftarake, guximtare, të qetë në mënyrën se si e përcjell informacionin, por shumë e drejtë për drejtë dhe vetvetja në mënyrën se si i vendos limitet në jetën e vet. Është një vajzë e cila e ka nisë jetën si një studente në Tiranë, si të gjithë ne, ka guxuar, ka krijuar një biznes, mbi të gjitha me një energji shumë pozitive, ku ofron shërbime me shumë korrektesë. E them me bindje sepse kam qenë një periudhë kohe aty, e pranishme dhe e di se çfarë energjie ka ai ambient dhe me çfarë energjie punohet. Për më tej, do lejoj Liridona Shala, quhet vajza që ne kemi ftuar sot, për të ndarë më shumë eksperiencën e vet dhe për më tepër të na flasë pak më tej për këtë çështjen problematike të viteve të fundit, se si vajzat e reja e kanë shumë të vështirë që të ndihen rehat në trupin e tyre, në lëkurën e tyre. Për më tej, qëndro me ne, bëj subscribe sepse është shumë e rëndësishme dhe ndaje këtë video me njerëzit që kanë rëndësi për ty që të shpërndajmë sa më shumë pozitivitet dhe vetëdije të lartë. Ftojmë Liridonën. Atëherë Liridona, mirë se erdhe, është shumë kënaqësi të kem këtu. Para se ti të vije në podcast, unë kam ndarë me ndjekësit, me ata që po ndjekin podcastin, domethënë diçka shumë me pika sa më doja ta lija për ty, të shpjegosh ti se kush je, sepse ke një klinikë e dim, estetikë e dim, fizioterapi e dim, gocë drejt për drejt që vendos limite e dim, po ke edhe një butësi shpirtërore dhe këtë, po kush je ti në të vërtet? Pas asaj klinike dhe biznesit të suksesshëm, pas kësaj vajze shumë simpatike, kush fshihet? Ajo goca që ndonjëherë kur është shumë e mërzitur, ja fut edhe në i qari. Normale. Shiko, është e vështirë të flasësh ndonjëherë se kush je, se ne gjithmonë prezantohemi kush jam, themi emrin ose profesionin, po kush jemi në të vërtetë realisht. Po është pak e vështirë. Mendoj që jam thjesht një njerëz që realisht punoj fort për gjërat që dua. Mundohem shumë të frymëzoj njerëzit për gjërat që duan. Ndonjëherë jam shumë e rrept në kufinj apo në dhënien e këshillave, se dua që mos përfshihemi shumë emocionalisht, meqense i kam kaluar vetë më përpara këtë gjëra, por thjesht jam ajo vajza që realisht shijoj çdo gjë, punën, lodhjen, mërzinë, gëzimin, rezultatet, edhe atë mëngjesin që në fakt nuk e ëngra, por e shijoj shumë, domethënë çdo gjë që edhe ma falin të tjerët, po dhe e marr vetë, realisht e shijoj shumë, kështu që kjo është ajo vajza pas Donartit. Si lindi Donart? Si erdhi ideja që të sillje diçka ndryshe? Uh, Ka lind kështu në brenda ditës në fakt. Nuk është se ishte diçka e planifikuar, nuk e mendoja kurrë që mund kisha një biznes apo një klinik, se isha shumë mirë tek punët që punoja, por thjesht erdhi momenti për të bërë diçka ndryshe siç unë e doja realisht. Domethënë, doja që të ishte një vend që ka fizion, fizioterapinë, estetikën, ka qetësinë, ka njerëz që vinë me gëzim, njerëz që jap edhe marr të mira nga to, kështu që kështu lindje. Dhe emri madje nuk ka qenë fare kështu, domethënë nuk dinim as çfarë emri do kishte, por duhet lidhej patjetër me mua, kështu që Donart lindi si fëmiu im, domethënë. Mendojnë që ka qenë thirrje e brendshme, thirrje e intuitës për shumë gjatë dhe ti e dëgjove brenda asaj dite? Mendoj, domethënë tani që reflektoj, duhet të ketë qenë diçka patjetër që të bëja këtë klinikën apo hapësirën. Mendoj që ka qenë akumulimi i gjithë gjërave dhe manifestimeve, ose pak kënaqësive që mund të kem patur në përditshmëri, po themi. Kështu që mendoj se lindi nga gjithë kjo gjëja. E ti punon me vajzat, një ndër ato edhe unë, me shumë kënaqësi dhe aty dhe jemi njohur në fakt, por ti punon edhe me djemët e kam vënë re. Megjithatë unë dua të ndaloj më shumë te vajzat, sepse ne vajzat kemi krijuar shumë komplekse që në vegjëlin ton, që në fëmirin ton. E kemi të vështirë që të bëjmë paqe në trupin ton, në lëkurën ton. Cilat janë më shumë ato plagët emocionale që ti i vëre te pacientët e klientët e tua që të vinë te klinika? Pra, cilat janë ato brengat emocionale të një vajze në ditët e sotme? Unë punoj dhe me djemë dhe me vajza, por djemë të mundohem jo mos t'i trajtoj shumë, po kanë shumë energji që ndonjëherë më lodh. Por nuk është e vërtetë që vetëm vajzat kanë probleme emocionale, kanë shumë edhe djemët.
Domethënë me ato pak pacient që unë i kthej edhe në miq pastaj, kam vënë re që edhe djemt kanë këto lloj problematikash. Në lidhje me pamjen e jashtme? Edhe me pamjen e jashtme, edhe karakteriale, domethënë kanë problematika thjesht që janë mësuar që t'i kamuflojnë apo t'i fshehin gjatë jetës. Se djemt duhet të jenë të fortë, të mdhenj, pra nuk Normale, duhet të ketë normale. kështu emocione, kurse gocat janë pak më të ndrojtura. Dhe nuk e kanë patur mundësinë që t'i trajnoj apo t'i mësoj dikush, përfshirë edhe nënën e tyre. E vërtet. Ti e ke Që, pas ndonjëherë këtë ndjesinë e pasigurisë të vetja në lidhje me një element të pamja apo në tërësi? po, e kam patur. Fëmijë e kam patur, por nuk e kam ditur çfarë ishte. Madje edhe jam bullizuar, ka disa ditë që mendoja për një shprehje të caktuar dhe kuptova që realisht pas ka qenë bullizim. Por jam shumë e mirë që t'i përballem këtyre situatave dhe t'ja u kthej njerëzve jo siç e meritojnë ata, por siç unë e ndjej realisht, domethënë si ndihem unë me veten time. Edhe nuk do thoja në përditshmëri, por ka momente që e ndjej, është shumë normale. Fatkeqësisht prekemi nga ana hormonale shumë në vajzat, kështu që na ndikon Normal. paksa. Por e ndjej tek vajzat pamjaftueshmëria e tyre si vajza, si të dashura, si bija, pamjaftueshmëria në paraqitje, për shkak se rrethohemi nga shoqëri që më shumë shet paraqitjen se sa mendjen apo shpirtin. Kështu që kjo është puna më e vështirë për te i profesionit, domethënë që ma vështirëson dhe profesionin kur futet ana emocionale. Kështu Patjetër. që e shoh shmërin. Në një nga takimet tona, nuk mbaj mend nëse ishte kur u takuam te klinika ose kur kemi fol në WhatsApp, kemi biseduar, nuk më kujtohet, që të thash në lidhje me mbi peshën e kam synim, ti më the ti je si yll, po shiko këto gjërat e tjera, jo drenazhi këto. Do me thënë, e vura re veten time që ai kompleksiteti i fëmijërisë dolin sipërfaqe. Me këtë kam punuar unë vitin e fundit. Do me thënë, e kuptova pse erdhën rrethanat që unë të shtoja sërish kilogram. Dhe imagjino unë që jam mentore dhe që nuk e vras shumë mendjen kur vjen puna shijoj jetën, po njerëzit e tjerë që nuk i kanë mekanizmat. Si e Po edhe ne përballojnë? jemi njerëz, pa çka që kemi zgjedhur që të drejtojmë apo Profesionin. të japim një info apo këtë lloj profesioni, domethënë. Njeriu duhet të ketë një arsye apo një logjik që të kuptojë që pse i ndodhin këto gjëra. Ndonjëherë ne nuk e kuptojmë, kështu që kemi nevojë për mentor. Kam edhe unë mentorët e mi, domethënë terapistët e mi, domethënë të gjithë jemi të prekshëm. Absolut. Nuk dua të them që po e vuaj, por që po e ndjej paksa dhe unë këtë pjesën e kileve të tepërta, 6 kile brenda 4 muajsh, por po e shijoj me thënë të drejtën, po e shijoj shumë. Nuk e di, kam marrë disa forma të lezetshme, kështu që për te i pjesës së shëndetit, njeriu mundohet gjej të bukurën tek trupi i tij. Domethënë, si mund ta gjejmë të bukurën tek tjetri, kur ne nuk e gjejmë tek vetja. Pra, si mund të them unë ty që ti ngjan shumë bukur, ashtu me kile të tepërta, kur unë nuk e gjej tek vetja ime. E Dhe sa. realisht po ndihem mirë, domethënë, okay, dua të punoj me anën shëndetësore, sepse kilet e tepërta me kalimin e moshës mbi 30 nuk janë të mira nga ana hormonale, pjesa kockore etj, posturale, por që mua më pëlqen vetja ime, për sa Plus kohë që që unë ndihem mirë. plus që ti pa bën edhe këtë qasjen shumë të shëndetshme në përditshmëri. Shko në palestër, shko në pilates. Po, po, Kështu që dhe dua ta jap të mesazhin që palestra nuk është thjesht për të dobësuar. Palestra është të kesh energji, të çlirosh lodhjen edhe stresin. Ne themi stresi, por në fakt janë gjithë problemet e tjera shëndetësore. Kortizoli është numër 1 në problemet shëndetësore. Kështu që pilatesi po ashtu, më pëlqen. Domethënë një herë kam bërë, por realisht më pëlqeu. Limfodrenimin e bëj shumë. Pra, dua të promovoj që njeriu pa çka se si duket jashtë, rëndësishme është të jetë i shëndetshëm. Se ka Dona, po njerëz të dobët me forma shumë të bukura dhe nuk janë të shëndetshëm. doja të pyesja sa ka ndikuar te ty si CEO, palestra, stërvitja me pesha, Po, më ka ndryshuar jetën. qasja Ja u që ke them me gjithëve. stafin, qasja që ke me klientët, me pacientët. Ka filluar që tek energjia ime, kisha vite që bëja, nuk do thëja thjesht palestër, po aktivitet fizik, por 4 vitet e fundit bëj në mënyrë të rregullt dhe më ka ndikuar shumë tek ana emocionale, ti më e qetë në punë, të kem më shumë energji me pacientët.
ti je më e duruar me stafin, se normalisht që kur ti je çliruar emocionalisht, edhe fizikisht ke më shumë energji, je më e qetë. Dhe nuk më bëjnë përshtypje këto gjëra të vockla tani, se kam shumë vështirësi në palestër, kështu që i Normale. harroj këtë. Uh, Flasim pak për biznesin dhe për zgjedhjet e tua në aspektin e karrierës. Si një vajzë që unë jam gjykuar nga për zgjedhjet që unë kam bërë në karrierë, ke ndier ndonjëherë para gjykime si një vajzë e re që e vë një biznes para, e krijon nga zero, nga pluhuri dhe e kthen në një perandori të suksesshme dhe aq më tepër që përfshihet dhe estetika. Ke ndier ndonjëherë para gjykime? Çdo ditë, çdo ditë, dhe më shumë nga njerëzit që njoh. Edhe nga ata që nuk i njoh, po ata nuk është se më bëjnë shumë përshtypje, domethënë njerëzit që as marr as jap. Por Çfarë para sidomos nga gjykime? njerëzit. Konkretisht, çfarë? Se dua të kuptoj atë Shiko, mendjen e tyre. njerëzit nuk janë mësuar që të fitojnë gjërat vetë. Dhe zakonisht, në momentin që ti fillon fiton diçka vetë, është ose ta ka fal dikush, ta ka dhuruar, ose të ka ndihmuar dikush. Dhe kjo u bën përshtypje njerëzve, domethënë si ka mundësi që e bën ajo, sepse thellë vjen edhe nga zilia apo lakmia. Nuk kanë të drejtë profesorët e mëdhenj që thonë shqiptari nuk ta fal suksesin kurrë. E Më vërtet. t'i falë të gjitha, vetëm suksesi nuk ta falë. Dhe sidomos nëse je vajzë që vjen nga rrethet dhe je vetëm. Se unë e ndjej edhe në misi apo në prezantime, domethënë gjëja e parë është që të pyesin nga je, çat punon familja, pra janë gjithë kohës, domethënë këto janë pyetje Kuptoj. që je beqare apo je martuar, domethënë janë pyetje që njeriu thellë po i analizon se si e ke bërë këtë gjë. Që unë jam shumë e lumtur që e kam arritur, sigurisht kam vuajtur shumë, nuk e kam patur shtruar absolutisht dhe nuk vazhdoj ta kem të shtruar. Kam vështirësi patjetër, por zgjedh që t'i përballem situatave, të gjej zgjidhje, të ulem, të mendoj, Ka dhe pasur arrihet. Ka pasur në jetën tënde diçka që ti nuk e ke ndarë me audiencën, me njerëzit, është diçka jotja personale, por që ne mbrapa asaj fytyrës së qeshur, me vetbesim të liridonës, pas asaj fytyre ose pas këtij imazhi të fortë që ti ke krijuar, po, a ka plagë emocionale që të është dashur ti përballosh? Sigurisht. Ka njëri që s'është kam patur mërzi patjetër. Nuk mund të them se cila mund të ketë qenë, po ana shëndetësore është patjetër, ana shëndetësore. Ka patur momente që njerëzit nuk e kanë ditur se si kam qenë unë dhe kam vazhduar, kam punuar. Ose kam bërë sikur kam qenë klinik dhe ndërkohë nuk kam qenë klinik, po kam qenë spital për shembull. E kuptoj. Kështu që ka patur shumë, edhe zhgënjime nga njerëzit. Një moment, se shikoni, përgjithësi është ajo pika kulminante e dhimbjes ose pika kulminante e sfidës, ku ty ose të rrezon ose të kthen në njeriu më të fortë, ndonjëherë versioni më të fortë. Unë e kam kaluar atë pikë kulminante, por për ty ka pas një pikë të tillë që ka thënë mjaft më. Po, Cila ka kur qenë? hapa klinikën time. Kur kam hapur klinikën time, aty kam parë se kush ka qenë mik, kush s'ka qenë E mik, kuptoj. shoqe, jo shoqe, i afërm apo jo i afërm. Aty kam kuptuar gjithçka dhe vazhdoj të kuptoj çdo ditë, se them sa e vockël jam ndonjëherë, pra jam duke mësuar. Por me thënë të drejtën, në periudha që kam hapur klinikën ka qenë shumë strapacuese, fizikisht, emocionalisht, shpirtërisht, çdo gjë me ishte mbrapa. Sa vite ka Donart? Donart bën 3 vjet në nëntor, fizikisht si klinik, ndërsa si koncept pastaj pa çka që unë nuk e kisha menduar kur që do hapja klinik, por kur i rikthehem, mendoj që e kam dashur gjithmonë. Ti ke Kështu 12 që ka vite, shumë 12 vite në këtë profesion. 12 vite. Domethënë unë jam 34 tani, unë kam filluar punë 20 vjeç, fizioterapi. Ke Akoma pa u menduar, licencuar punoja. ke menduar ndonjëherë që nuk është kjo ajo që dua ta bëj, dua diçka tjetër në këto vite? Kur jam shumë e lodhur, them ndonjëherë do doja të kisha hapur një fermë me dhimbje, me dele, Sa mirë do ishte me mace, me fëmijë, qen, ca lop. do ishte shumë mirë. Kjo është plani im për të ardhmen, me thënë të drejtën, por Sa bukur. deri diku ca gjëra i kam bërë, më saktë jo unë në familjen time, se unë vetëm Donardin kam deri tani,
Por ka patur momente, për shembull, përpara se të zgjidhja që të merresha edhe me estetikën, ka qenë momenti me fizioterapin. Unë e adhuroj fizioterapin dhe kam lënë gjithçka për fizion, por kuptova që të merresha me trupin nuk më jepte kënaqësi si të merresha me nofullën. Pra, Aty të duke kuptuar dalin. që vuaja, po, dhe është shumë e vërtetë dhe vjen shumë natyrshëm. Duke qenë se unë vuaja nga bruksizmi, pra gjithë të paragjykimet, problemet me njerëzit, ana emocionale jona, shkarkoi tek nofulla dhe e vuaja këtë lloj problematike duke u trajnuar, duke mësuar, takime me profesorë të ndryshëm, që kam patur fatin të shkoj dhe jashtë dhe të takoj dhe profesorë tuaj. Aty kuptoha që unë e dua, vazhdoj ta dua fizioterapin, por qasja ime do jetë me diçka tjetër që më shpërblen dhe mua dhe pacientët e mia. Dhe ishte nofulla. Nofulla, do me thënë ishte shkaku që ne të dyja jemi takuar për herë të parë. Do me thënë unë kam zgjedhur që të bëj një, nuk e di as si quhej, thjesht e pash në rrjetet sociale dhe me intuitë ndjeva që kishte ardhur momenti. Unë kam kaluar shumë trauma komplekse në fakt edhe pavarësisht se kam më shumë se 7 vite që punoj në mënyrë intensive me emocionet e mia, e ndjeva që nuk është çështja vetëm e vetdije të shkojmë aty te plaga, por duhet dhe fizikisht ndërhyrje sepse Po, në vendet e caktuara bllokohet energjia. E mban mend takimin ka qenë në nëntor ose në fund të tetorit të vitit e 2025. mbaj Por mend shumë mirë. çfarë vure re te unë te nofulla ime? Shiko, edhe mentorët kanë nevojë Thuaj për të pak gjitha, dashuri. thuaj të gjitha, të gjitha. Çfarë vure re te unë? Jam bërë shumë e vetëdijshme të kuptoj që kushdo që drejton, sepse edhe puna që ti bën drejtues quhesh, pra Tjetër. ne drejtojmë njerëzit në një aspekt caktuar. Kemi nevojë që dikush të na marrë na përkëdhel, të na dashuroj, të na trajtoj, të përkujdeset, të shkojë te ajo plaga avash avash, ta trajtoj atë plagën. Se njerëzit që kanë vuajtur bëhen njerëz që drejtojnë gjithmonë edhe që japin dashuri. Kështu që e vura re që ishe ngarkuar fizikisht, pra ti energjinë e kishe shumë të mirë, por fizikisht duhet thjesht të punoja diçka që unë ndoshta nuk mund ta shpjegoj me aura dhe me energjitë e caktuara, po unë ndjej energjinë me pacientin, pra unë shikoj anën fizike, ku çalon muskuli dhe ku nuk çalon, ose postura, dhe ti bën lidhjen me energjinë. Pra unë e shpjegoj posturalisht, anatomikisht, ti e shpjegon me anën e energjisë. Dhe realisht mendoj që u puçëm shumë mirë, të Shumë, dyja së shumë, bashku, shumë. që edhe ti po më drejtoje me energjinë tënde me frymarrjen, unë po ashtu me frymarrjen dhe punën me duar. Se unë punën e kam vetëm me duar. Kështu që uroj shumë të jesh kënaqur, besoj se po, se të pash shumë më të çliruar edhe më të buzëqeshur. Do flas për atë eksperiencë sepse ka shumë njerëz që e quajnë si pa kuptim, ç'a kuptimi ka nofulla ose nuk ja dinë rëndësinë sepse nuk jemi të informuar fatkeqësisht. Në ato momente që unë po rezistoja, nuk isha unë që po rezistoja, sepse ti më the tani të çlirohu. Kur ti më the të çlirohu, deri atëherë po më dridhej mjekra dhe po mundohesha që ta mbaja atë, sepse isha mësuar që fëmijë që nuk qajmë, pushon, nuk të lejohet të qash. Dhe Goca të shpejtur. Dhe në ato momente, thjesht mua para syve më dilnin thjesht imazhet vetes time fëmijë. Pra ti bëje një Pa, fizike me tënden, pavarësisht se ti e kuptoje shumë mirë aurën time dhe energjinë, por aty ishte puna shumë e thellë, se kaq. pa. Edhe Dhe ishte duhet punojmë akoma. shumë, shumë, kam shumë, sidomos tani mbas këtyre muajve me shumë kërkesë të pune, kështu që do më duhet të punoj. Ishte Ëm, diçka e bukur, po çfarë rëndësie ka tani? Çfarë fsheh nofulla? Çfarë fsheh nofulla? Shiko, këtë gjën që më thej ti, ma thon nuk do të shpeshherë, po më ndodh që ma thon dhe pacientët caktuare që më lejojnë t'i punoj në atë lloj forme, sepse jo të gjithë pacientët kanë dëshirë, jo gjithë pacientët duan, kështu që unë i qasem pastaj nga ana e fizioterapisë. Por pacientët që e kuptoj që realisht duan dhe më lejojnë të punoj, ne punojmë pastaj me frymarrjen. Ne themi energjinë, frymarrje etj etj, po nervi vagus, fryma, diafragma, të gjitha janë të lidhura. Në një gjë më e thjeshtë, ne mërzitemi, çfarë bëjmë? Shtrëngojmë nofullat. Bëhemi me nerva, shtrëngojmë nofullat. Bëhemi me nerva dhe duam t'i flasim dikujt, mbledhim buzë dhe na dridhet mjekra. E Domethënë ne vërtet. kuptojmë në pavetdije që fytyra jon, pra tiparet tona tregojnë gjithë emocionet që ne ndjejmë.
por duke bërë në përditshmëri këtë lloj zakoni apo duke patur gjithmonë këtë lloj emocionesh, ndodh që fërkimi fizik gjithkohës po marrë të artikulacionit çon në problematika në kontraksione të muskujve, mungesë qarkullimi i gjakut siç duhet, mungesë e lëvizshmërisë së nervave të fytyrës apo të qafës. Kështu që të gjitha këto së bashku çojnë në problematika caktuara shëndetësore që ne i ndjejmë nga ana emocionale më pas. Kështu që më duhet të futem dal nga dal brenda artikulacionit, pra sigurisht brenda gojës, jo brenda në artikulacion, për të shliruar gjithë të ngërçe apo fije muskulare të cilat janë të kontraktuara, të dëmtuara, të punoj me nervin, me hapjen e nervit, të punoj me frymarrjen njëkohësisht, sepse truri duhet marrë edhe informacion, me rritjen e qarkullimit gjakut dhe trupi është shumë i zgjuar, e bën vetë pastaj gjithë mrekullinë që ne ndjejmë, themi ua sa çliruar jam. Ishe trupi jo që e bëri, unë të ndihmova që të arrim nga aty ku ishe në këtu ku duhet realisht jemi. Shumë e Kështu që vërtet. Me thënë ndonjëherë neglizhojmë fuqinë që ka trupi. Fokusohemi te truri. shumë. Trupi është shumë inteligjent. Fokusohemi tek emocionet e momentit. E vërtet. Okej, nofulla e kam provuar. Tani do doja të flasim pak për drenazhin limfatik, sepse në vitet e fundit, sa më shumë kalon mosha, sa më shumë rëndohem vetë, e kuptoj nga të gjitha situatat që kam përjetuar, e vëre që më dalin dhe më shfaqen në rrjetet sociale, sa herë ndjehem e rënduar, më shfaqen më shumë këto postime, sigur universi e di se ç'a duhet se ç'a duhet të më tregoj. Drenazhi limfatik. Uroj mos kesh parë që do psohesh 10 kg vetëm me drenazhin limfatik. Shqyr zotit jam trajnere fitnessi dhe nuk i besoj këto, kështu që vetëm aktivitet fizik, regjim ushqimor, këto janë kryesore të humbur pesh. E di që sistemi limfatik ndikon shumë tek ana jonë emocionale. Pra sa më të ngarkuar me ne i themi toksina apo çdo lloj mbetje që krijon trupi jon apo ne marrim nga jashtë, kur mbetet në sistemin limfatik ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë tek të ndjerit mirë apo jo mirë. Është e vërtetuar shkencërisht, ka pafund artikuj shkencor që e vërtetojnë këtë gjë. Pra nëse më përpara ne thonim thjesht masazh për të dobësuar, siç i themi dhe çdo lloj fizioterapisti, masazhator apo çdo lloj terapie, ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë tek shëndeti dhe truri jon. Nuk ka vetëm drenim limfatik të trupit, por ka edhe drenim limfatik të trurit, që quhet glimfatik, pra që e bën vetë truri jon ndërkohë që ne flem gjumë. Por trupi ndonjëherë nuk e bën këtë gjë, sepse fizikisht jemi më të mëdhenj. Pra nëse truri e bën vetë, trupi ka nevojë her pas here për asistencë. Mënyra më e mirë është që ne të bëjmë, nëse nuk arrim dot që të bëjmë terapi, është që të bëjmë ushtrimet vetë në shtëpi, qoftë në lëvizje, qoftë ecja. Noti është jashtëzakonshëm dhe frymarrjet e thella me bark, sepse stimulon gjithë limfën e trupit. Ndërkohë që terapisti kur punon shumë duke parë shëndetin, ndihmon shumë duke parë pikat cilat janë më tepër të ngarkuara, pra si do ta ndihmojmë ne këtë pacient për drenuar, pra për të nxjerrë toksinat në mënyrë natyrale pacienti vet, pra nuk e bëjmë ne. Ne stimulojmë, sigurisht ndodh brenda seancës, por qëllimi im apo i terapistëve është që të ndihmoj trupin ta bëjë vetë. Pra ne mësojmë trupin si ta bëjë vetë, sepse në përditshmëri ne nuk bëjmë aktivitet fizik siç duhet, pra qëndrojmë ulur, ndërkohë që pulpa është zemra e sistemit limfatik. Ne nuk kam ushqime të shëndetshme, nuk pim shumë ujë, dhe më ndodh shpeshherë që shumë pacientë vijnë dhe thonë, unë dua ta bëj këtë trajtimin e limfës, të masazhin shkarkues, që mund të bëj shumë ti edukoj që nuk pafund. Dhe kur i pyes se si është jeta e tyre e përditshme, kam harruar të pi ujë që nga orat 8 e mëngjesit. Domethënë, dhe gjëja që më kërkojnë është që do të psohem unë, po unë nuk do psoj, se përndryshe do e kishim bërë trajner të tjerë fitnessi me vite apo nutricionist. Unë të ndihmoj dhe jam pjesë e kësaj ekipi multidisiplinar, që secili ka puzzle-in e vet, që pacienti në fund të dalë i shëndetshëm dhe i kënaqshëm. Dhe më beso që ndikon në mënyrë të jashtëzakonshme, sidomos pas të 30-tave, prapë e theksoj këtë gjë, për shëndetin hormonal, riprodhues tonin,
ndikon shumë tek ana emocionale jona, ne femrat prekemi gjatë gjithë kohës, por sidomos pas të 30-tave, sepse trupi nuk është më gjatë gjithë kohës në prodhim të arrit të gjithë mirave që ne kemi, por qëndron stabil për disa kohë dhe më pas fillon dhe ka të rënjen e tij hormonal apo shëndetësor. Unë kam vërën në rrjetet sociale që janë disa video që e tregojnë me pika për shembull, se si mund ta bësh vetë. Tani, a janë të sakta ato? Për shembull, Uh, 1, 2, 3 disa pika limfatike në trup, se si mund ti. Po, është e vërtet, uroj që terapisi tjetë tamam terapisa i që i tregon, se ka pafund që dalin edhe shpjegojnë, por është e vërtet, nëse ne stimulojmë, gjë e parë që u them gjithmonë pacientëve është frymëmarrjet e thella me bark, që ta ndjejmë që po lëvizin ato organet së brendshme. Dhe më pas prikja e të gjitha kyçeve, pra pjesa e klavikulës, e sqetullës, e krahut, kyçi i dorës, pjesa inguinale që është shumë e rëndësishme, pra pjesa anash mbathjeve, gjuri, pjesa e kyçit të këmbës, të gjitha këto së bashku realisht mjafton vetëm ti palpojmë pak apo ti pompojnë, më besoj që stimulon në mënyrë të menjëhershme qarkullimin. Idealja do ishte të vim të ty. Ajo do ishte idealja. Tek Nëse unë, s'ka tek mundësi. terapistë realisht e bëjnë në mënyrë shëndetësore, sepse ka diçka që është edhe një lloj teknike tjetër rimodeluese. Unë nuk jam shumë pro, pa çka që do më pëlqente të kishim këto lloj Çfarë është rezultatesh. kjo? Se kam dëgjuar. Unë si terapist, pra si profesionist, arrit kuptoj që është një shtrydhje e jashtëzakonshme e gjymtyrës për të drenuar. Dhe në një lloj forme rimodelojmë trupin, në fakt nuk është rimodelim, tipo dehidraton trupin, pra po nxjerr Okej. ujërat apo lëngjet që duhet jenë në trup. Por problemi është që ti mund të dukesh shumë bukur në moment. Problemi është që ti mund të kesh probleme shëndetësore pas disa ditësh. Gjëja kryesore janë veshkat. Më kam 3 raste brenda që nga janari me dehidratim dhe kanë shkuar në urgjencë për serume. Nga kjo teknika që ti nuk e aplikon dhe nuk e fare dakord. Jo, ne nuk e aplikojmë këtë sepse kjo futet, ose të paktën unë besoj që futet tek masazhatorët apo tek profesionistë të tjerë. Ndërkohë ne punojmë me problemin e vena varikozave, problemet me tretjen, problemet me edemat e sistemit limfatik. Pra gjithë qëllimi im është që ta riedukoj trupin, pra ta shëroj trupin dhe ta riedukoj që ta bëj këtë gjë vetë. Pra si që mësojmë një njeri të bëj ushtrimet në palestër, rriti bëj vetë më vonë. Po, çfarë kishe bërë një postim para 2 ditësh ose diën, nuk mbaj mend, në lidhje me gishtat, me duart, me diçka, tuneli. Po, çfarë ishte ajo? Më shpjego shkurtimisht se s'dua të të marr shumë kohë. Jo, nuk ka problem. Tani, problemi më i madh i personave që qëndrojnë ulur apo që bëjmë punë ripërsëritse, zakonisht dentistat, rrobaqepësit, pacientë që bëjmë punë gjatë gjithë kohës me duar, kanë problemin e tunelit karpal dhe fillojnë me shqetësimin e mpirjes së gishtave dhe dhimbje të dorës. Dhe jo vetëm tek kyçi, por e ndjejnë edhe tek brylje. Tani, për të kuptuar nëse ti je i prekur nga kjo lloj, po themi patologji, që në fakt bëhet shumë problematike dhe çon deri në kirurgji, ne mund të bëjmë disa teste vetë në shtëpi përpara se të vinë tek mua, përpara se të vinë tek unë si fizioterapist, që mund të kuptojnë nëse bëjnë këtë lloj testi, nëse kanë pirje të duarve apo dhimbje, apo u bët miza zona e gishtave, atëherë do të thotë që ka filluar një prekje shumë e lehtë e nervit medial, pra e nervit, një nga nervave që i nervojnë dorën. Kështu që pse jo, është një info shumë e bukur që pacientët më pas të vinë tek na të trajtuar. Jo, janë informacione që ti ndoshta nga që je profesionist dhe i di vetë këtë e vër edhe te unë për shembull dhe nuk i shpërndajnë sa duhet, po njerëzit nuk janë të informuar. Shiko, ka dhe një gjë që njerëzit ndonjëherë nuk duan të marrin një info tamam mjekësore, duan të shohin edhe gjërat e bukura. Po, gjëra kështu për qeshur, sipërfaqshme. Kështu që mundohem t'i përziej çik, domethënë anën mjekësore me pjesën e një info trendi apo që mos t'i lodh shumë njerëzit, vetëm anë mjekësore. Tani, i gjithë ky zhvillim i yt profesional dhe personal ndër vite, sepse unë shikoj që ti shkon në konferenca të ndryshme mjekësore, sa ka ndikuar që ti ta mbash veten një ndër më të mirat në fushën e kësaj që ti ofron? Shumë. Mendoj që investimi që bëj tek profesioni im edhe tek zhvillimi im si njeri, pra jo thjesht si profesionist, po si Liridona,
më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë dhe mendoj që i ndihmon gjithë njerëzit. Pra nuk duhet mjaftohesh me pak, nuk duhet mjaftohesh as me shumë, pra gjithë kohës ti jesh në kërkim për të përmirësuar. Se jeta është duke ecur gjithë kohës me hapa shumë të mëdha, kështu që edhe ne duhet jemi gjithë kohës të updateuar me shkencën. Te fizioterapia nuk është thjesht kapim kërcasim ca kocka, por realisht është është shkencë më vete. Të punosh me anën e estetikës është përsëri shkencë më vete, kështu që më është dashur t'i balancoj në vag, ndonjëherë them ku e kam gjithë energji, estetika me E ke fizioterapinë. lindur për këtë gjë, është misioni yt, sepse asgjë nuk do e bënim nëse nuk do ishte mision. Tani, Ndoshta. ajo Liridona para shumë vitesh, ajo vajza e cila kishte shumë ëndra, e cila po përballej me shumë sfida, e ardhur nga një rreth, duke bërë atë luftën e Tiranës, që duhet të çash, të hecësh para se e kam kaluar vet. Nëse në vendin tënd, tani në këto momente që ne flasim, siç ke qenë ti, ka shumë vajza që kanë ato pasiguritë e tyre, qoftë emocionale, qoftë për pamjen, sidomos për karrierën dhe të ardhmen. Çfarë mesazhi mund t'ju japësh? I e drejt, i e sinqert, por jo shumë, dhe besoj vetes apo gjës, dhe mos u përpiq t'i bësh gjërat me shpejtësi. Domethënë unë gjithmonë i kam marrë me shumë qetësi se them kam një jetë shumë të gjatë për bërë gjëra shumë të mëdha dhe nuk dua t'i bëj gjitha tani, pra dua t'i shijoj, por është shumë e rëndësishme të jesh e sinqert me veten, me njerëzit, ta besojnë gjën, ta besojnë që dua të bëj këtë gjë, pa çka gjithë problemeve, që edhe unë i kam kaluar, mund të kaloj përsëri, por thjesht ta besosh që ti do të bësh këtë profesion apo do të bësh këtë hobi, apo se unë i them tani hobi kësaj Po, gjëje. po nëse nuk i mbështet askush, nuk kanë asnjë mbështetje. As nga mbështetur askush. Por kur je sinqert, njerëzit e kuptojnë. Më beso që nuk ka edhe ai njeriu më i keq që nuk ta do të mirën, edhe ai ta jep dorën ndonjëherë. Pra e kupton që se të gjithë duan konkurrencë të bukur sipër, pra të gjithë duan profesionist, pra nuk duan njerëz që nuk dinë. E Kështu vërtet. që të gjithë ta japin një mundësi, pra ti do e kapësh atë, ti e kupton edhe vetë që okay, duhet me i dhënë drejtim ose duhet të rish qetësi. Por po je sinqert me veten dhe nuk shkel mbi vlerat e vetes, ja del. Besoj se ja del. Besoj. Jam shumë e lumtur dhe shumë krenare për çdo vajzë, përfshirë edhe ty këtu, përfshirë edhe veten time që kemi qenë ato vajzat e vogla të rritura në kulturën dhe mentalitetin shqiptar me ëndra të mëdha. Ndonjëherë një nga ato ëndra ishte po sikur prindrit e mi të ishin ndryshe ose të më suportonin ndryshe, por ja që ne me atë lloj mënyre se si u rritëm, erdhëm këtu ku jemi, kështu që unë jam shumë krenare për Po, ty. fakti që janë ata ashtu, jemi ne Jemi ne kështu, kështu. se po të ishin më shumë ata, ndoshta s'do ishin bërë Do ne ishim kaq. në gjumë, do ishim në gjumë ne ndoshta. Jo, do ishim duke shiju kështu mes Parisit duke pi një kafe, po ç'vlerë do Ndoshta, kishte? ndoshta. Ç'vlerë do kishte? Po jo me pse në mes Paris me një jahtë, ndoshta në jugun e Francës do ishte më mirë, ndoshta. Po, shiko, me punë arrihen, më beso. Arrihet çdo gjë. Unë i inkurajoj të gjitha vajzat që të luftojnë për ëndrat e tyre, jo vetëm vajzat, se ky podcast edhe gjithë kjo që unë ofroj është për të dyja gjinit, nuk i ndaj me gjini, por sidomos vajzat, sepse jemi pak më të brishta emocionalisht, Janë shumë të breshta. është E dhe disa aspekt shumë i tua hormonal. gocat, shumë ndonjëherë, shiko, do qeshësh, më përpara thoja unë ose kur shoqëria ime bënte fëmijë, thoja unë inshallah është çun, nuk e di pse isha mësuar kështu. Po do ti që kur kam marrë për klinikën, unë them kështu, domethënë gjithmonë lutem të ketë sa më shumë goca, madje them fëmijën tim të parë kur ta bëj do ta bëj gocë. Sepse i kam shumë gjanë, domethënë janë me vërtet shumë të brishta dhe kanë nevojë gjithmonë për dashuri. Dhe nëse jep dashuri një gocë apo një vajzë apo një gruaje, bën mrekulli të papara, bën mrekulli që nuk po them që do ndërtojmë qytete, pra të marrim lopatën dhe ndërtojmë pallate, po dashuria i jep jetë çdo gjëje. Dhe një femër që merr dashuri jep dritë familjes, fëmijës, partnerit, çdo njeriu, drejtson. Shumë e vërtet. Edhe shoqes. E vërtet. Shumë e bukur ishte gjithë kjo bisedë.
Ishte një bisedë jo si podcast, pim një kafe, u kënaqem, e shijuam, por tani për ta Jam mbyllur, divani im. po e Të ke dhe shuja i macën? E ke dhe macën aty? Se ke dhe një ma macë, qokën jo, e kam të mami. e ke dhe mami. Tani për ta mbyllur, sepse na ndjekin shumë persona që kërkojnë të gjejnë grimca drite dhe shprese për të ardhmen e tyre qoftë në një video në rrjetet sociale dhe mua për këtë gjë më vjen keq ndonjëherë dhe prandaj jam gjithmonë këtu me shumë këmbgulje që të shpërndaj sa më shumë vlera dhe shembuj real dhe ti je një nga këta shembuj të Dhe gjallë që më vërtet mund pëlqen t'ja dalësh. shumë. I ndjek shumë. Faleminderit. A? Nuk jam njeri shumë social, ta kam thënë, pra që të rri gjithkohës kështu, domethënë të flas, komentoj. Mundohem të hedh një gjë tiki të punoj, por të kam njohur përpara se të njiha fizikisht nga një shoqe ime që ti e ke ndihmuar shumë me ankthjen. Aty ta kam njohur emrin për herë të parë. Nuk e Se edhe dija unë kam këtë vuajtur detaj. nga që diskutonim këto gjëra dhe më ka thënë emrin tënd dhe kishte marrë librin tënd, madje ka komunikuar me ty dhe aty kam thënë pas ka njerëz të mirë. Pra, e shikon që ke qenë të ti një Faleminderit. shumë e rëndësishme në jetën time përpara se të njihja kush je realisht apo të takoja, kështu që të falenderoj edhe unë ty. Faleminderit shumë. Nuk e prisja, nuk e dija këtë detaj. Se dija Da, këtë ta detaj. shkoni publikisht. Me gjitha atë të gjithë ne jemi në këtë rrugë pa pasur një hartë. Lindim dhe nuk e kemi hartën e jetës, planin e jetës, kontratën e jetës. Dhe unë mendoj që të bëjmë sa më shumë të mira në jetë kur na jepet mundësia, mos ta kthejmë kokën në anën tjetër, po sikur edhe një fjalë të mirë ta themi sepse ne nuk kemi nga ta dim se si ja ndryshojmë jetën dikujt Jem tjetër. realisht se çapo kalon tjetri. Okej, kemi dhe ne momentet tona, pra kemi nevojë dhe ne, por ndonjëherë duhet i thrasim pak mendjes, ose më mirë të heshtim, nëse nuk e themi atë fjalën e mirë, ose një përshëndetje si je, a je mirë? Tani për ta mbyllur, një pyetje të fundit fare. Okej. Nëse do mbyllë gjithçka me Instagram, me klinikën tënde, me akademinë time, me gjithçka, dhe do ngelesh e ti Liridona, si do doje të kujtoheshe, kush është Liridona? E para njëherë isha shumë e kënaqur, se do merresha me delet edhe vitet mia. Kjo është ëndra jote. Por, me thënë të drejtën, shiko, jam më përpara ndikosha shumë nga ky lloj opinione, pra çfarë mendojnë tjerët për mua ose të jem sa më mirë që të më pëlqejnë. Sigurisht që vazhdoj ta kem, se lidhet me profesionin, me jetën, me gjithçka. Njeriu prandaj jeton ndonjëherë për atë llafin e mirë. Por gocë e mirë. Goca mirë. Shiko, edhe sikur mos kem fare mendim, domethënë nuk është se më shqetëson shumë kjo. Domethënë gjëja e vetme që do më shqetësonte ishte që ti je mirë, domethënë zgjohem mëngjes, pi atë kafen time, të ha të bukën time, domethënë nuk do mendoja fare, por do më pëlqente shumë nëse do mendonin që okej, është vajzë e mirë, realisht ka punuar fort për gjërat e veta dhe nuk ja ka bërë me hile njeriu. Domethënë kjo për mua është shumë e rëndësishme kjo gjë. Shumë e bukur. Edhe unë të uroj me zemër sa më shumë dritë në jetën tënde dhe sa më shpejt të vi dita që do jesh me delet dhe me dhitët tua. Jo, Unë do ta publikoj, e sigurt. po do jemi këtu ta promovojmë. No, mace kam, pula kam, baçe kam, qen po. Kam patur breshka, tani nuk kam. Por këto të tjera do t'i realizoj. Patjetër, jeta e kemi jetën para dhe ma rikujtove një mesazh shumë të bukur që kam gjithë jetën para për t'i bërë gjërat, t'i Of, bërë gjërat më shumë, ngadalë. shumë. Me këtë e mbyllim me mesazhin e Liridonës që e kemi jetën para, mos të nxitojmë, nuk kemi asnjë arsye pse të nxitojmë. Unë të falenderoj shumë Liridona që ndave kohën tënde me ne. Edhe jo Shumë. vetëm kohën, po ato grimcat e dritës së shpirtit tënd, sepse ke një shpirt shumë të bukur dhe shumë të pasur. Dhe njerëzit që unë zgjedh që ta ndajnë këtë dritë me botën, i ndiej me intuit. Dhe me intuit të kam ndier që në fillim që ti je një pasuri shpirtërore dhe një shembull për vajzat dhe djemtë shqiptar. Për Jam të shumë e gjithë që kënaqur që Faleminderit. Për të gjithë që e ndjekin këtë podcast në këto momente, çfarë është e rëndësishme është që kur më shikoni mua ose Liridonën ose njerëz të tjerë që supozohet e kemi arrit suksesin në jetë, luftoni shumë për vete dhe mos e besoni çdo gjë në rrjetet sociale, se në fund të fundit në fund të fundit nuk e kemi jetën fush me lule, kemi dhe ne ato betejat tona të brendshme të padukshme. pafund, E mbyllim Faleminderit shumë. me shumë Prit, do dashuri bëj për të një gjithë. foto bashk, Hajde, se jepi. e kam mbrojtur telefonin. Jepi.
Okej? Millennials. Shumë dashuri për të gjithë edhe Faleminderit. subscribe. Liridonën mund ta gjeni në Instagram edhe në TikTok? Apo? Edhe në TikTok dhe Instagram, kudo. Okej, atëherë ky podcast do postohet në YouTube, po video të shkurtra do ndahen në Instagram dhe në TikTok që të keni mundësi ta gjeni aty Liridonën. Faleminderit të gjithëve që ishit këtu, subscribe, dërgojeni këtë video çdo njeriu që ka rëndësi për ju, të shpërndajmë sa më shumë dritë e pozitivitet dhe do shihemi në vazhdim. Faleminderit, ishte kënaqësi.